Ambasadori I delegacionit të Bashkimit Evropian Silvio Gonzato shprehu nga Korça lidhur me zgjedhjet e 11 majit dhe gjetjet e raportit paraprak të OSBE ODIHR-it. Diplomati I lartë tha se është koha që të ndërmerren ndryshimet e nevojshme ligjore për një reformë të re zgjedhore. Është koha tashmë që qeveria shqiptare, por edhe parlamenti të miratojnë një reformë gjithëpërfshirëse zgjedhore, e cila të përfshijë të gjitha rekomandimet e shkuara dhe të tashme nga OSBE ODIHR. Rezultati I jep përgjegjësi qeverisë shqiptare që të ndërmarrë e të kryejë këtë reformë kaq të gjerë, sepse me patjetër që I ka numrat. Nga ana tjetër është edhe pritshmëria e shqiptarëve, duke qenë se Shqipëria është në këtë rrugtim për të bërë pjesë e BE-s. I pyetur për qëndrimin e opozitës në lidhje me rezultatin e zgjedhjeve dhe ndikimin në procesin e integrimit europian të Shqipërisë, Gonzato theksoi rëndësinë e adresimit të çdo shqetësimi në mënyrë institucionale. Do të doja të thoja që çdo parti e cila mendon apo ndjen se ka patur parregullsi, patjetër le t'i raportojë ato dhe të ankohet tek organet përkatëse, që janë organet që administrojnë zgjedhjet dhe natyrisht edhe organet gjyqësore. Kjo është mënyra se si duhet të shkojnë gjërat. Megjithatë shpresoj që të dy partitë e mëdha kanë theksuar shpeshherë dedikimin e tyre ndaj procesit të antarësimit për të shkuar drejt BE-s. Gonzato vlerësoi punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për administrimin e procesit, si dhe bashkëpunimin me prokurorinë e përgjithshme dhe strukturën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.